Ish-presidenti Ilir Meta duket se do të qëndrojë gjatë në izolim. Pas lënies në qeli nga gjykata e posaçme apeli dhe gjykata e lartë, Ilir Meta hodhi hapin final duke u drejtuar gjykatës kushtetuese, duke pretenduar pa rregullsi në procesin ndaj tij. Kushtetuesja u mblodh sot për të shqyrtuar kërkesën e tij dhe në fund me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesës, duke lënë kështu Metën të vijojë të qëndrojë në masën e sigurisë arrest me burg. Ish-presidenti ka ngritur si pretendim edhe mënyrën se si u ekzekutua masa e sigurimit ndaj tij, por sipas gjykatës kushtetuese ish-presidenti këtë argumente ka parashtruar edhe në gjykatat e tjera dhe sipas tyre ai ka bërë kallëzim për kryerjen e veprimeve arbitrare në prokurorinë e Tiranës dhe çështja është nën hetim. Për këtë çështje, gjykata kushtetuese me shumicë votash nuk e mori në shqyrtim këtë pikë, duke qenë se nuk janë shprehur gjykatat e tjera. Pas këtij hapi, Meta ka ezauruar të gjitha shkallët e ankimit në vend dhe tani me shumë gjasa ai do t'i drejtohet Strasburgut si hapi i fundit që mund të sjellë lirinë. Por derisa të merret vendimi atje, duket se Meta do të kalojë kohë të gjatë në qeli, kjo edhe për faktin se dosja sapo ka kaluar për gjykim. Ilir Meta është nën akuzë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje pasurie. Ai akuzohet për përfshirje në çështjen Çezdia, si dhe për lobime shpenzime familjare. Bashkë me të akuzohet Monika Kryemadhi, e cila përballet me akuza për 3 raste korrupsioni, përfshirje dhe shpenzimet për ndërhyrje estetike. Në dosje përfshihet edhe Piro Xhixho, për cilin SPAK dyshon se ka shfrytzuar detyrën si kryetari i Akepit i propozuar nga LSI, duke ndikuar sipas akuzës të drejtuesit e një kompanie celulare për lidhjen e një kontrate interkonjeksioni për transferimin e thirrjeve telefonike në zbatim të porosive të marra nga Meta dhe Kryemadhi.